qytetit të Korçës, i uron sukseset të dy kandidate për kreun e lëvizjes sinore për integrim, duke shprehur mbështetjen për të gjitha sfidat që na presin. Në emër të lëvizjes sinore për integrim, por e të gjithë korçarëve, ju falenderoj për përkrajen e mundësinë që lëvizja rinore për integrim na ofron. Sot, lëvizja rinore për integrim është i vetmi forum rinor që mëson interesat tona. Sot, lëvizja rinore për integrim është i vetmi forum ku të rinjt përfaqësohen ndenjësisht. Ne jemi zëri i rinisë shqiptare. Përfitoj nga rasti të ftoj, çdo të ri të bëhet pjesë e ndryshimit, të bëhet pjesë e integrimit. Ftoj çdo të ri të bëhet pjesë e familjes më të madhe, të bëhet pjesë e lëvizjes rinore për integrim dhe të gjithë së bashku të kontribojnë për të integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Erion Delvina, përfaqësues i rinisë Qarkut Fier. Nëse më lejoni nuk do të zgjatem, se kjo është ora kur politika jashtë është duke parë telenovela. Po. Është e vërtet, edhe ndaj është shëndoshur. Në të tilla kushte, i duhet pak dietë e shumë sport. E sa i përket dietës, i duhet braktisë për gjithmonë turpin e yndyrna. E sa i përket sportit, ashtu si thot slogani ynë, duhet ecim më shpejt. Kjo bëhet pa humbur kohë. Pa humbur kohë, se humbja e kohës i plak të rinjt. Pa humbur kohë, sepse me humbjen e kohës të rinj si ne, humbi shpresën se në këtë vend ndonjëherë mund ketë jetë rinore. E për të mos humbur kohë, ne duhet ecim më shumë, më mirë, më shpejt. Ne nuk jemi brezi i sakrificave më të mëdha.